Dita e djeshme shënoj, thamë, 15 vite nga vrasja e 4 qytetarëve në bulevard. Si u përkurtua, kur për vjetor, qëfar shënon kjo ngjarje në historinë politike të vendit tonë? Dhe mbi të gjitha çfarë po bën SPAK në hetimet për 21 janarin. Unë po flisja me Lalën kur po fillon me organizimin e këtij emisioni për ta krijuar atë. Dhe Lala më tha që më duket se asgjë s'po bën. Nuk thash tamam këtë, unë thash që SPAK kam betur në pritje të përgjigjeve të akt ekspertimeve nga jashtë vendit, ku është dërguar preda që është hequr nga trupi Alex Nikës në një spital në Turqi dhe që është dërguar në një laborator jashtë vendit dhe pa marrë këtë akt ekspertizë dhe këtë rezultat përfundimtar, SPAK nuk mund vijoj sepse dëshmitarët kryesorë dhe personat në DNI ka pyetur. Është marrë dëshmia Sali Berishës si ish kryeministër, Luzin Bashës si ministër i brendshëm i kohës, e Bamir Topi si president i kohës, janë pyetur disa nga punonjësit e Gardës së Republikës, është marrë dosja e vjetër që ka qenë në gjykim edhe në prokurorinë e Tiranës, pra dhe duke qenë se ka mbetur në këto dy aktet e ekspertimit që lidhet edhe me disa komunikime në radio të zyrtarëve të Gardës së Republikës ose të zinxhirit drejtues, do të thotë që duhet të marrë më përpara këto rezultate dhe më pas në varësi të asaj çfarë do thonë akte që vijnë nga jashtë, prokuroria mund vijojë edhe me hetimin e mëtejshëm. Kështu që në një farë mënyrë duket sikur tani ka mbetur në atë pjesën në pritje të këtyre dokumentave. Pra kjo është situata aktuale. Unë kam qenë gjithmonë skeptike sa i përket ngjarjeve të 21 janarit nëse do të zbardhen ndonjëherë të plota për disa arsye. Së pari, sepse personalisht kam menduar edhe vazhdoj të kem të njëjtën bindje që politika vetë nuk është e interesuar ta zbardhë këtë ngjarje. Që ka patur një urdhër për qelluar mbi protestuesit, kjo është shumë e qartë. Se cili është personi që ka dhënë urdhrin, këtë do duhet ta sqarojë drejtësia, sepse po të ishte zbuluar sot do të ishte prapa hekurave. Mënyra se si janë zhvilluar ngjarjet në atë kohë dhe që unë i kam ndjekur në atë kohë nga afër për shkak se mbuloja prokurorinë dhe vijoj ta mbuloj, kishte të bënte me disa momente. Një, ju dha kohë autorëve të dyshuar të asaj ngjarje të shkatronin provat materiale. Ju dha kohë të prishnin pistoletat, kalashnikovët e tjerë me radhë. Ju dha kohë të prishej dhe të fshihej serveri i kryeministrisë. Ju dha kohë për vite me radhë dhe këtu nuk është vetëm pjesa e zotit Berisha në kuptimin e hetimit mëtejshëm, sepse vërtet Sali Berisha bëri aktin më të paprecedent në histori duke mos zbatuar vendimet e prokurorisë për ndalimin e zinxhirit të Gardës Republikës, por mos harroni nga 2011, 2 vite më vonë, e mori pushtetin Edi Rama. Dhe nëse do të kishte vullnet politik për të zbardhur kjo çështje, nga 2013 deri tani do të ishte bërë. Tani ne po i kërkojmë një institucioni drejtësie të zbardhë një ngjarje ku në fakt një maskaradë që ka ndërtuar politika për 15 vjet. Për 15 vjet. Shumë e drejtë. Dhe dosja është tërësisht e shkatruar. E di që më bëri përshtypje, për herë të parë, unë kam parë xhaxhain e Alex Nikës domethënë realisht të pikëlluar. Mark Nika tha një fjali që ndoshta gazetarët nuk e kapën. Prokuroria e posaçme tha deri tani është duke rikuperuar një dosje maskarad që ishte bërë nga prokuroritë e tjera. Dhe deri tani tha është duke bërë vetëm riparim. Pra ka marrë një shtëpi të shkatruar që po përpiqet ta ndërtojë. Dhe duke qenë në këto kushte, unë ndaj kam qenë skeptike që në momentin e parë ka vetëm një mundësi që ajo ngjarje të zbardhet. Agron Malaj është deputet në Kuvendin e Shqipërisë. Ka qenë pjesë dhe komandant i grupit të zjarrit. Ai e di shumë mirë, të lutem, e di shumë mirë kush e ka dhënë urdhrin për të qelluar. Dhe nëse ai merr statusin si i penduar, një, dhe mundësia e dytë, pra kjo ngjarje zbardhet, dhe mundësia e dytë është tjetra që serverat e kryeministrisë. Se duhet marrë statusin si i penduar, vetë dëshmoj. Ose dëshmoj, pra, dakord, po nuk ka rëndësi më forma, nuk ka rëndësi forma. Dakord, ke drejt, këtu të rriqem unë. Por të dëshmoj. Gjë që nuk ka ndodhur. E dyta është të zbulohen komunikimet e plota në radiot e zyrtarëve të Gardës, sepse ne kemi vetëm fragmente dhe fragmentet nuk thon asgjë për të gjithë dinamikën. Ato përdoren kur duhen. Por ata mund të përdoren dhe mund të nxirren jashtë kontekstit. Dhe nëse këto dyja janë mundësitë e vetme. Se edhe nëse plumbi Alex Nikës do të përcaktohet se nga cila armë ka dalë, ne sërish jemi tek ekzekutori, nuk jemi tek urdhëruesi. Soko dhe pastaj Bregu. Kjo, fali minutë, edhe një ndërhyrje të vogël, mos harrojmë një gjë, se kjo është rikthyer
nga gjykata Strasburgut, e cila e ka kualifikuar si krim shtetëror. Jo, nuk është rikthyer nga Strasburgu, u vun lëvizje nga familja Aleksnikës. Strasburgu tha me fjalë të thjeshta ato që ne kemi thënë, që 21 janar është krim shtetëror. Kështu që unë se lidh fare me Strasburgun. Po merr kohën, dy fish kohë, se thu ato që them unë, i thu dhe i herë. Ato që kanë prish provat e thash dhe unë, hyrë edhe ti. Tani, Strasburgu, po të mos flisë në Strasburgu kështu... Të lutem. Ne përpiqemi shumë që të zbulojmë mekanikën e ngjarjes së vrasjes konkrete, por në vetvete 21 janar është shumë përtej 4 vrasje. Sepse gjithë kjo maskarade madhe që po e shohim të zhvillohet dhe të shpërhapet tani vonë, duket se qëllimi 21 janarit nuk ishte thjesht një protest aty. Ishte pikërisht shfrytëzimi atyre kufomëve, siç ndodhi dhe më mbrapa, për interesin politik të një partie që po vjen në pushtet. Dhe që sot është në pushtet, që vazhdon akoma. Që nuk është shfrytëzoj. Që vazhdon akoma. Që nuk është shfrytëzoj, se po të shfrytëzoj, vazhdon akoma të shfrytëzoj me retorik shumë të shumë. Jo, sepse po ta shfrytëzoj. Ja ta them unë. Jo. Po ta shfrytëzonte, do kishte marrë fajtorët të Jo, po vazhdojnë të shfrytëzojnë, nuk duan ta mbyllin. Absolutisht jo, sepse mbaron shfrytëzimi. Në momentin që 21 janari mbyllet, ka mbaruar loja, mbyllet perdja, i vjet Chelsea. Kaq, ata e duan të përjetshëm, kështu e duan, të përjetshëm. Pse? Sepse duan që çdo 21 janar ta shikosh Ramën që del me trëndafili në dorë dhe që vete qan aty, fëmijët e mos gaboj Aleksnikës ka qenë ai, ishin të vegjël, dhe sot janë bërë. Jo, duhet ta kujtojmë. Pra, 21 janari fillon që nga organizatorët. Padyshim. Kush i çoi ata njerëz aty? Për çfarë arsye i çoi ata njerëz aty? Por së pari zgjidhet kush i vrau. Bravo. Kush i vrau ata njerëz aty? Kush e dha urdhrin për të vrarë ata njerëz? Jo, një sekond. Kush i dha urdhrin për të vrarë? Kush e pengoi hetimin më mbrapa? Kush i prishi provat më mbrapa? Pra, 21. Dhe kush nuk e hetoi për 15 vjet? Server ato nuk besoj se kush e drama. Pra, të gjitha këto, secili kryqin e vet. Por edhe këto aspektet të tjera duhet të sqaruar. Secili rakip do të mbaj kryqin e vet. Pra, të gjithë duhet të jenë prej. Ja, vetëm 2 minuta. Bregu dhe konkludon ti. Kur Edi Rama erdhi në pushtet në 2013, qeverisin e kishte bashkë me Ilir Metën. Kjo e pengoi atë që në 4 vjet ai të vazhdonte retorikën e tij për të kërkuar hetimet e 21 janarit. Kishte një arsye shumë herë më madhore për shkak se edhe majoranca ishte, edhe Ministrinë e Drejtësisë kishte lëvizja e atërshme, lëvizja socialiste për integrim. Që në krye të erës SPAK nuk e pranonte 21 janarin si një çështje, sepse e dinte që provat mungonin dhe do të kishte një dështim. Me shumë dhunë e pranoi shumë kohë më vonë si një detyrim nga Strasburgu dhe më vonë me një vendim gjykate. Sepse në vetvete SPAK ka probleme me mënyrën e tetuarit dhe i do gjërat e gatshme ishte mësuar vetëm e Skaj dhe Encrochat për të bërë hetimet e veta. Për të bërë një hetim kaq problematik sa ç'është 21 janari, nuk i ka resurset sepse nuk mund të shkojnë dot deri në këtë pikë. Ka një gjë në mënyrën se si ajo mund të zbardhet. Vërtet nuk ka një letër që të ketë shkruar Sali Berisha që jepet urdhër për sulm. Nuk e ka një letër. Por nëse këtë e ka dhënë Sali Berisha, një fjalë goje në këtë moment ka. Dhe aty ka patur me 10 njerëz që punojnë në kryeministrinë atko. Serveri është prova kryesore, mbi të gjitha. Serveri u shkatrua dhe kur prokuroria e mori pjesën e mbetur të atit serveri, ne kishim një shpresë se vetëm Amerikanët mund të gjenin diçka mbi të. Por edhe nëse nuk shkojmë dot, po themi në këtë rast, sepse vetë Sali Berisha ka pranuar që ishte një vrasje shtetërore, por nuk pranon që dha një urdhër. Ama ne nuk kemi patur ata që shkatruan serverat, nuk kanë shkuar kur në një procedim penal. S'ka shkuar këta? Jo. Ka arrestuar vetëm një IT që më pas mori pafajësinë dhe edhe ai. Pra, ne nuk po themi, sepse këtu është kthyer, nuk gjendet, se nuk është e shkruar, dhe në provë duhet ketë vetëm një gjë të shkruar, por janë një pjesë shumë e madhe e personave të tjerë atëre, le të themi, kush i refuzoi
për herë të parë, në atë moment pothuajse shteti kishte rënë, kush i refuzoi urdhrat, që nuk urdhrat e prokurorit, policia nuk mund ti refuzoj do të kur. Kush? A u bën ndonjëherë hetim? Cili dhe pse? A u bën ndonjëherë hetim kushet? Jo. Pikërisht ata që shkatruan serverat, morën dhe detyra më vonë politike, morën edhe detyra shumë herë më të mëdhaja në atë. Ja, pra që nuk ka nevojë vetëm të shkojmë ke urdhëruesi ka bashkëfajtor sa duash, dhe nëse ti nuk gjen dhe nuk çon bashkëfajtorët përpara drejtësisë, si do shkosh tek njeriu që mendon që e ka dhënë. Merru njerë me bashkëfajtorët në këtë mes.